Shqipja ka një idiom shumë të bukur, marr zemër. Dhe sot pikërisht këtë dua të bëjmë. T'u japim zemër atyre që po protestojnë në Shqipëri. Sepse kur një popull detyrohet të ngrihet në protest, nuk është sepse do trazira, është sepse e ka raskapitur padrejtësia. Është sepse është lodhur nga mashtrimi, është sepse nuk duron më arrogancën, gjuhën e zbrazët dhe pushtetin që sillet sikur qytetari nuk ekziston. Sot, ndërsa njerëzit në Shqipëri dalin në rrugë për të mbrojtur dinjitetin e tyre, ka dhe nga ata që përpiqen t'i bëjnë të duken të vegjël, të vetmuar e të padëgjuar. Media që mbyll syt kur duhet të flasë. Zëra që shpërndajnë disinformim në vend të së vërtetës. Njerëz të lidhur me pushtetin që përpiqen të futin frikë, të mbjellin dyshim dhe të thyejnë moralin e protestuesve. Por nuk doja dalin. Sepse çdo herë që e vërteta goditet, ajo kthehet më e fortë. Çdo herë që qytetarët shtyhen të heshtin, ata gjejnë një arsye më tepër për të folur. Çdo herë që protestuesit përballen me presion, ata marrin edhe më shumë zemër kur ndjejnë si Shqipëria është me ta. Dhe pikërisht këtu është fuqia jonë. Ne nuk jemi këtu për të bërë sikur na dhem. Ne e bëjmë këtë sepse na dhem vërtet. Ne nuk e ngrem zërin vetëm për një postim apo për një video. Ne bëjmë këtë për ta mbajtur gjallë këtë kaos. Në rrjetet sociale, në biseda, në grupe, në familje, në komunitet, kudo. Sepse një koment i drejtë mund t'jap zemër një protestuesi. Një shpërndarje mund ta nxjerrë të vërtetën për te kufive. Një zë i vetëm, kur bashkohet me qindra të tjerë, bëhet zhurma që nuk mund të injorohet më. Le ta themi qartë. Ne nuk do të heshtim përballë një sistemi që përpiqet të deformojë realitetin. Nuk do të heshtim përballë propagandës. Nuk do të heshtim përballë intimidimit. Nuk do të heshtim përballë atyre që mendojnë se mund ta mbajnë popullin e errësirë duke ushqyer me gënjeshtra. Jo. Ne do të flasim më fort. Do të shpërndajmë më shumë të vërtetën, do të qëndrojmë më afër njëri tjetrit. Dhe do t'u japim zemër atyre që sot e kanë marrë barrën më të rëndë mbi shpatulla. Sepse kur një protestues në Tiranë, në Vlorë, në Shkodër, në Korçë apo kudo në Shqipëri, sheh se nuk është vetëm, ai merr zemër. Dhe kur merr zemër, nuk kthehet mbrapsht kaq lehtë. Nuk thyet, nuk tërhiqet, nuk dorëzohet. Prandaj nga larg i themi Shqipërisë, ne ju shohim, ne ju dëgjojmë, ne ju mbështesim. Dhe kurrë nuk do t'ju lëm vetë.